نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Të nderuar vëllezër xhamatlin, të nderuar besimtar, si çdo herë falenderojmë Allahun, vetëm për ti falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet si çdo herë ja dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam duke thënë Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Sot gjendemi në objektin e ri. Pas falënderimit të Allahut subhanahu wa taala dhe pas lodhjes së madhe dhe angazhimit të madh, elusë Allahun azza wa jall që Allahu t'i pranoj veprat tona, të mijat edhe t'jujat. Dhe pas mundësisë dhe përkrahjes vullnetit tuaj, të nderuar vëllezër xhamatlin, sot gjendemi këtu në këtë objekt, ku elusim Allahun subhanahu wa taala që të adhurojmë Allahun, që t'i bëjmë ibadet Allahut subhanahu wa taala me sinqeritet dhe me devotshmëri. Elusim Allahun xhalleshanu wa xhalla xhelalu punët, veprat tona, amelet tona t'i pranoj me sinqeritet. Dhe elusim Allahun subhanahu wa taala t'i shtoj veprat e mira në rrugën e tij. Allahumma amin. Të nderuar vëllezër xhamatlin, të nderuar besimtar. Përderisa u shpërngulëm nga objekti i vjetër në objektin e ri, unë kam vendos sot në këtë hutbe t'ia përkujtoj vetes, pastaj edhe juve një çështje që është shumë me rëndësi. Se ka mundësi me mbyll derën, një çështje që është shumë me rëndësi. Po dua më i pari vetes edhe juve sot në këtë shkallë, në këtë minber, m'ia përkujtu vetes edhe juve një çështje që është shumë me rëndësi. Po du m'ia përkujtu vetes edhe juve të nderuar vëllezër një çështje sikur që thash që është shumë me rëndësi. Ajo është bazë, është temel, është shpirt i ibadeteve. Çdo çfarë po du juve më ju thon sot, që po du veten më i pari me përkujtu dhe juve, është bazë prej bazave të Islamit. Është rukën prej arkanul Islam, prej kushteve të Islamit, edhe është shpirt i ibadeteve. Përveç saj, që kjo bazë të nderuar vëllezër është shart, është kusht për pranimin e ibadeteve tona ndaj Allahut subhanahu wa taala. E cila është ajo të nderuar vëllezër? Është el ikhlasu, sinqeriteti. Do më thënë, çdo punë, çdo vepër, çdo ibadet duhet me bo për Allahun subhanahu wa taala. Çdo punë, çdo ibadet, pa ma parasysh çfarë do lloji ibadeti është, qoftë namazi, qoftë zeqati, qoftë haxhi, pa marr parasysh një vepër e cila ty të afron me Allahun subhanahu wa taala, bazë të ti, të ajo vepër duhet me qenë el ikhlas, sinqeriteti, me bo për fytyrën e Allahut azza wa jall. Kurse e kundërta e sinqeritetit çka është? Syefaqësia. Nëse njeriu bjen syefaqësi, e bën një punë apo një vepër për halk, për njerëz, është e refuzuar ajo punë, është e refuzuar ajo ibadet të nderuar vëllezër. Nëse bëhet vetëm për Allahun subhanahu wa taala, ajo ngritet tek Allahu xhalleshanu wa jalla jalaluhu. Të nderuar vëllezër, përderisa jemi tek sinqeriteti, që tham është bazë e fesë, e dinit Allahut subhanahu wa taala, me bo një punë për hir të Allahut, jo me bo për syefaqësi. Disa nga dietarët kanë thënë se sinqeritet
do me thonë filter. Se cili për juve dini çka do me thonë filter. Filter i cili dallon punët e mira të cilat bëhen për Allahun, ato pranohen, dhe punët ibadetet të cilat bëhen për syefaqësi, ato refuzohen. Do me thonë sinqeriteti, edhe ardhja jotë në xhami, edhe dhënia e lëmoshës, e sadakas, e punëve të mira, në veprat e tuja du të me pas filter. Nëse i bon për syt njerëzve, për më të përmen emri, ajo është e refuzume. S'pranohet, nuk ngritet te Allahu Azza wa Jall. Por nëse i bon vetëm për Allahun dhe shpreson nesër këtë punë, këtë vepër të cilën pe afron te Allahu Azza wa Jall, për Allahun Azza wa Jall, shpreson me taku ki me gjë sepse ki bo për Allahun Gjellëshanu wa Gjelle Gjelalu, Allahu nuk ka me ta humb mundin të ndëruar vëllezër xhamatlinj. E për këtë sinqeritet të ndëruar vëllezër, Allahu neve na ka urdhëru në Kur'an, në shumë ajete kuranore të ndëruar xhamatlinj. Allahu na ka urdhëruar në Kur'an, thot Allahu subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa. Që kjo është baza. Dhe nuk janë të urdhëruar, thot Allahu Azza wa Jall, do më thonë për robët e vet, nuk janë të urdhëruar vetëm se me adhuru Allahun për sy e faqe. Faktikisht me adhuru Allahun do më thonë me sinqeritet, jo për sy e faqe, sepse nëse dalim sy e faqe, refuzohet ajo punë. Në çdo punë tjetër, pa ma parasysh, e jep një dinar, shkon umre, kryen haxhin, jep për shtëpinë Allahut Azza wa Jall, ndërton diku një shtëpi, këtë duhet me qenë për Allahun Gjellëshanu wa Gjelle Gjelalu. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, qul inna salati, wa nusuki, wa mahyaja, wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj namazi im, jeta ime, kurbani jem, janë kretë për Allahun Gjellëshanu wa Gjelle Gjelaluhu. Të ndëruar vëllezër, Allahu subhanahu wa ta'ala thot në suratul Kahf, ajeti 7, liyebaluahum ayyuhum ahsanu amala. Allahu po i sprovon, do të na sprovon edhe në vepër. Allahu ka thonë liyebaluahum, kom ju sprovu në vepër, këtë punë, këtë ibadet, këtë adhurim, këto punë të cilat pi bon për Allahun. A pi bon për Allahun apo pi bon për syet e njerëzve? Allahu po thotë liyebaluahum, kom ju sprovu se kush ka me bo punë të mira, kush i ka ato punë për Allahun apo ka dikush ato punë për njerëz. Nëse i bon për njerëz, Allahu po thotë kom ja u refuzu. E kush i bon për mu, thot unë nesër kom ja paraqit, unë nesër kom ja dhon shpërblimin. Liyebaluahum ayyuhum ahsanu amala, thot Allahu Azza wa Jall, për t'i sprovuar se kush prej tyre punon mirë. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala në një ajet tjetër kuranor thot në suratul Mulk, liyebaluakum ayyukum ahsanu amala, për t'ju sprovu se kush prej jush do të bon punë dhe vepra të mira. Do më thonë, edhe një ibadet me bo, edhe me shku në xhami, edhe një namaz gjumos me fal, edhe dikuna një fjalë të mirë mi a thonë, bas të ti çka duhet me thonë, bas të ti çka duhet me qenë filteri. Jo mu ju kesh dikuna me sy e fashësi. Jo me fol dikuna për sy e fashësi, po çdo ibadet, çdo lëvizje e jotja, çdo punë e mirë e jota të cilën e bon dhe e bon në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, duhet me qenë për Allahun Gjellëshan wa Gjelle Gjelalu. Për këtë arsye të nderuar vëllezër, dietarët islam kanë thënë nuk pranohet vepra, nuk pranohet ibadeti, nuk pranohet Ramazani, nuk pranohet lëmosha, nuk pranohet sadakaja, nuk pranohen ibadetet derisa plotëson dy kushte. Shumë e rëndësishme është me ditë. Dy kushte. Do të thonë këto dy kushte dietarët janë bazuar në Kur'an edhe në Sunet. Asnjë ibadet nuk pranohet. Allah me narujt, mundesh me adhuru Allahun 60 vjet, 70 vjet. Dalish para Zotit s'ki kur gjë hiç. S'ki kur gjë. Sepse si ki bo për Allahun, i ki bo për me thënë njerëzit. Allahu me na ruajt, shumë keq, shumë rrezik është kjo. Thuaj ya Rabbel Alamin, ku i kom unë punët e mia, ku i kom unë ibadetet e mia, ku i kom unë lëmoshën, unë kom bë kët dhe kom bë atë. Allahu çka ka me thënë, si ki bo për mua robiem, i ki bo për me thënë njerëzit, ose për mu të ngrit lapidarit dikun, ose i ki bo për mu thënë që ti je antar i mirë, ose je ibadetxhi i mirë dhe kështu të me radhë. Kjo shumë rrezik. Dietarët kanë thënë, nuk pranohen ibadetet. Kur thym dietarët, hoxhallarët, të cilët janë bazuar në Kur'an edhe në Sunet, çto dy kushte si kanë fol pi mendjes tyne, por ata janë bazuar dikon, janë mat dikon.
Kanë këshyrë diçka, pastaj kanë thonë nuk pranon ibadetet e Allahu, veprat e Allahu Azza wa Jall derisa plotëson dy kushte. Cilat janë ato? E para, me qenë sipas mësimeve të Allahut. E para me qenë me ikhlas, me sinqeritet, me bo një punë për izat Zotit, jo me bo për sy e faqe. Edhe e dyta me qenë sipas mësimeve të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Çka do të thonë kjo sipas mësimeve të pejgamberit selam? Qysh ka agjëror pejgamberi selam edhe ti kështu të më agjëru? Qysh ka dhënë pejgamberi zeqatin edhe ti kështu të më dhën? Qysh e ka kryer haxhin pejgamberi edhe kështu të më thon? Me qenë përputhshmëri që ajo vepra jot sipas veprimtarisë së sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër, thot njëri prej tabiinëve, Fudail ibn Iyadi rahimahullah. Dëgjoni mirë se sa bukur që ky dietari, që ky tabiini e ka thonë një thënie tina sa i përket sinqeritetit, sa i përket ibadeteve tona me Allahun subhanahu wa taala. Shumë bukur e ka thonë, kështu ka thonë. Akhlasuhu wa aswabuhu. فإذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل فلا بد أن يكون خالصا صوابا. Dëgjoni mirë, të nderuar vëllezër, Fudail ibn Iyadi, lëvizja jot, shkuarja jot në xhami, dhënia zeqatit, çdo punë, çdo ibadet, edhe abdesi jot, edhe folja jot me njerëz, çka duhet me qenë? Duhet me qenë vetëm për Allahun, për me marrë shpërblimin. Na tham, në esencë të ti, tek punët e tuja, tek ibadetet e tuja, duhet me qenë filteri. Filteri do më thënë, të cilat i mat filteri, i mat punët e tuja. Nëse jonë për sy e faqe, i gjunë. Nëse jonë për Allahun, filteri ngrit tek Allahu subhanahu wa taala, se shumë më rëndësi është. Pastaj nesër, unë edhe ti mundemi me dalë para Zotit me gojë hapur, Allahu me na ruajt. Po nëse i bëjmë punë për Allahun xhalla shanu wa xhalla xhelalu, nesër kena me gjetë problemin pa shybe se Allahu na ka premtuar. Dëgjoni se çfarë ka thonë ky dietari, ky tabeini. Ka thonë, nëse vepra është e sinqert, nëse puna jot është e sinqert, por nuk sjell shpërblim, mundet më qenë e sinqert, po s'ka shpërblim. Tash, nuk do të pranohet, por nëse vepra sjell shpërblim, por nuk është e sinqert, prap nuk pranohet. Çka do të thonë kjo? Do të thonë, nëse vepra është e sinqert, por nuk sjell shpërblim, nuk do të pranohet. Do të thonë, ti je i sinqert, po do të më bëj diçka. Po do të më bëj mirë, po lexon Kur'an, po jep zeqat, kret. Po nuk kish shpërblim aty. Pse s'kish shpërblim? Se s'e ki për Allahun. Po nëse vepra ka shpërblim, a nuk ka shpërblim ti marr në xhami? A nuk ka shpërblim ti me ndihmu? A nuk ka shpërblim ti me shku me vizitu një vëlla ton për izat Zotit? Nëse vepra jot ka shpërblim, ajo është shpërblim për me bë diçka të mirë. Po nëse nuk ka sinqeritet, ikhlas, prap nuk pranohet. Çka duhet me qenë? Çka duhet më kon? Çka duhet më vërtetu? Duhet me qenë çaje punë, çaje vepër, edhe sinqert, edhe mu shpërblyje. Edhe me pas shpërblim. Do më thonë, me pas shpërblim, çat punën çka e bën me bë për izat Zotit. Kështu të ky dietari të nderuar vëllezër ka thonë. Për këtë arsye pastaj dietarët e kanë përmend ajetin kuranor, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, thuaj namazi im, jeta ime janë të gjitha për Allahun subhanahu wa taala. Çka do të thonë sinqeritet? Prap po lidh na çtu sinqeritet. Nëse dalish pe xhamis, bile majnë mend këtë definicion. Se hoxha sot, ndoshta dikush kam ju pyet, po çfarë teme hoxha e ka pas në hutbe? Ka fol për sinqeritetin. E shkau sinqeritetin, na tham filter, që ti filtron punët e tuja, veprat e tuja, nëse janë për Allahun ngritë, nëse janë për sy e faqe, refuzon. Gjithashtu dietarët kur e kanë definu fjalën el-ikhlas, sinqeritetin në vepra, në ibadet, s'po shkoj unë në qabe për sy e faqe. Unë shkoj në qabe për Allahun. Nuk po shkoj në qabe kur kthena me mthir njerëzit haxhi. Se kom çet qëllim. Po shkoj në qabe për Allahun, me çu urdhën e Zotit në vend, e cila është njëra prej 5 shtyllave kryesorë të Islamit. Wallahi dikon se kom thirr haxhi, është dhnu haxhia. Pse s'm ke thirr haxhi, s'm ke nderu. O haxhi, po ti për kon ke shkuar? A ke shkuar për mu çujt haxhi apo ke shkuar për Allahun subhanahu wa taala? Na me të nderu, kena me të nderu. Edhe kena me thirr haxhi nderum. Po nëse të thirrim në erën haxhi, thirim në emër, a bëhet kiamet? S'bëhet kiamet, sepse ti duhet me pas një filter në zemrën tonë, sepse shkuarja jote në qabe ka qenë për Allahun, s'ka qenë për njerëz. Gjithashtu dietarët kanë thënë el-ikhlasu huwa an yakuna sukunu al-abd wa harakatuhu
lillahi subhanahu wa taala. Kanë thonë dietarët e Islam se ikhlas do me thonë qetësia jot, ti i qet, po rin qet. Edhe lëvizja jot, ti po hec, duhet me qenë kret për Allahun azza wa jall. Që dhe s'po bën kur gjë që po rin. Po mendon diçka. Edhe qetësia jot, mos lëvizja jot, duhet me qenë për Allahun. Po dhe lëvizja jot, po hec, bismillah, po del, po hyn kërë, duhet me qenë kret për Allahun subhanahu wa taala. Kanë thonë që kjo është sinqeriteti për Allahun xhalla shanu wa xhalla jalaluhu. Gjithashtu kanë thonë sinqeritet është me bo një punë, me bo një vepër. Kur thojmë një punë, një vepër, ibadetet, adhurimet, të ndryshme të cilat janë në fenë Allahut subhanahu wa taala, jo kur ta bën veprën mos mi pas parasysh njerëzit, hiç mos mi pas parasysh njerëzit, po me pas parasysh krijosi jot, që kjo është më kryesore. A marrin vesh njerëzit, as marrin vesh njerëzit, mos më intereson. Unë e kom bë për Allahun, unë e kom dhënë për Allahun, unë e shpresoj që çat punë, çat vepër nesër kom e gjetë tek Allahu xhalla shanu wa jalla jalaluhu. Të nderuar vëllezër xhamatli. Po kthehem pak, po shkem kohën e Muhamedit alayhi salatu wasalam, para 1400 e kusur viteve. Para 1400 e kusur viteve. Në kohën e Muhamedit alayhi salatu wasalam ka pas njerëz që në fal me sahabët krah. Ka pas njerëz që në fal me Muhamedin asem krah, por ata kanë qenë munafika. Edhe ata kanë agjëru. Edhe ata kanë lexu Kur'an. Edhe ata kanë bëu punë dhe vepra të mira, ndoshta kanë marrë pjesë edhe në xhihad. Por pejgamberi i ka cilësu për munafikëve, për hipokritëve, për dyftyrshëve. Pse? Sepse se kanë pas punën për Allahun. Se kanë pas punën për Zotin. Do më thonë, përpara jo në kallëzu musliman të mirë, kurse kufrin e kanë mshef, mohimin e kanë mshef, se kanë bo punën për Allahun subhanu wa ta'ala. Për këtë arsye Allahu e zbret një sure në Kur'an, suratul munafiqun, surja munafikave. Thëtë Allahu azza wa jalla në këtë sure, o ti pejgamber, kur të vinë munafikat, ata dëshmojnë që ti je profet, por mos ju besu atyve. Ata vetëm parasyve të thënë që po besojnë, kurse mbrendin e tyre ka mohim. Ata nuk e bëjnë punën për izzat Zotit, ata e bëjnë për sy e faqe. Për këtë arsye Allahu thot në Kur'an, në një ajet kuranor, thot innal munafiqina idha qamu ila salati. Vërtet se hipokritët, munafiqët kur ngritën për namaz, ngritën si dembela, për taca. Yuraun an-nas, por ata kanë qef kur shkojnë në xhami, kur bëjnë diçka në ibadetet ndryshme, yuraun an-nas, i bëjnë për fytyrt njerëzve, nuk i bëjnë për Allahun subhanahu wa taala. Pastaj thot Allahu azza wa jall innal munafiqina fi ad-darki asfali min an-nar. Allahu më na ruaj nga zjarmi i xhenemit. Vërtet se munafikat, domethënë Allahu do t'i gjujë në xhenem krejt poshtë atij. Allahu më na ruaj ya rabbel alamin. Atëherë të nderuar vëllezër, ju e dini hadithin, edhe një herë, edhe shumë herë kum përsërit, më i pari vetën e përkujtoj pastaj edhe juve, hadithi Resulullahut sallallahu alaihi wasallam që ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, katër persona janë nesër në ditën e Kiametit, të cilët të parët kanë mu pyet. Katër persona nesër në ditën e Kiametit kanë me qenë vijën e parë, të cilët kanë me dalë para Zotit. Edhe për shkak këtyne, Allahu subhanahu wa taala, për shkak veprave tyne, Allahu azza wa jall e ka ndez zjarmin e xhenemit. Allahu më na ruaj. Kush janë këta katër persona shkurtimisht? I pari do të del, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, alimi, dietari para Zotit. Kam i thonë, ja rabbel alamin, unë këtë dioni që ka e kom pas, këtë dituri, e kom dhënë për ty, e kom tregu për ty, e kom kallëzu për ty. Allahu i din zemrat. Sepse të nderuar vëllezër, a e dini ku e ka vendin sinqeriteti? Në vesh? Jo bre. Që kjo sinqeritet që po thujmë na, ku e ka vendin? Në sy? Jo. Ku e ka vendin? Në zemër. Në zemër e ka vendin. Allahu ta din zemrën, edhe në bazë zemrës shpërblen. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, inna Allaha la yanzuru ila suwarikum. Allahu nuk shikon zemrat e juaja. Faktikisht, më falni, Allahu nuk shikon në veprat e juaja. Allahu nuk shikon në fizionomin tuaj, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allahu shikon në veprat edhe në zemra. Do thon, vendi i sinqeritetit, një punë kur e bën për Allahun, ku e ka vendin? Në zemër. Për këtë arsye, pejgamberi gjithashtu ka thonë innamal a'malu binniyat. Robi shpërmblehet sipas niyetit.
Çe keni jetën e marrësh problemin. E keni jetën e mirë e kish problemin. Se keni jetën e mirë, ndoshta ti e vepron, po se keni jetën e mirë. Ajo të refuzohet, Allahu me na ruajt. Do të del alimi para Allahut. Ja Allah, unë e kom pas kjo diuni për ti. Unë e kom shkruar libra, unë e kom bë këtë dhe kom bë atë. Allahu ka më thënë po rën. Ti ke pas li yuqalu laka aliman, për mu qujt ti dietar, njëri mençur, merrni çonin xhehenem. Do të del dëshmori, ai cili ka ndru jetë në rrugën e Allahut, i cili ka luftuar në rrugën e Zotit, e ka mbrojt vatanin. Del para Zotit thot, ja Allah, unë e kom luftu për ty. Allahu ka më thonë ti po rën, ti s'ki luftu për mua, po ti ke luftu mu të ngrit lapidari. Mu qujt nesër shahid. Thot meni që një xhehenem, Allah më na rujt. Del tjetri pasuniku. Del pasuniku. Thot ja Rabbel Alamin, këtë pasuni që ka kom pas, unë e kom dhënë rrugë tënde. Unë kom kontribu që aty ku kom për mu kontribu. S'kom lënë vend pa dhënë. Allah që kam i thonë, Allah e din zemrën, se sinceritetin, filterin e ka pasë në zemrë, Allah e din zemrat. Zemrat tonë e në dy ngishtat e Allahut subhanu wa ta'ala, që i takojnë Allahut azza wa jalla ato gishta. Allah e kam i thonë, ti po rren, ti i ke dhënë këtë pasuni, e ke dhënë këtë lëmosh, apo që ki bo, për punëve të mira, Allah e kam i thonë, ti i ke dhënë për mu qujt i pasur, për mu të ka dzu dikun emri, si ke dhënë për mu, kam i thonë me laqeve, merni, qoni xhehenem, Allahu me na ruajt. E lusim Allahun Gjellëshanu Gjelle Gjelalu që punët tona, ibadetet tona, veprat tona, edhe këtë objekt 3 që i kemi marrë, jemi shpërngull pit vjetërës, kemi marrë në këtë 3, lusim Allahun që edhe kjo shpërngullja, edhe kjo lëvizja janë, edhe kjo mbartja janë pia të ishit deri këtu, edhe mundi juve, edhe mundi janë, edhe në tardhmen, çfarë do të bëhet këtu, e lusim Allahun subhanahu wa taala prej renovimit, prej çdo send çka xhamia e kërkon, lusim me qenë të gjitha për Allahun subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Thuni astaghfirullah yaghfir lakum dhunubakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin thumma amma ba'du. Falemderojmë Allahun, selamet, përshëndetjet i dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër xhamatlin, të nderuar besimtar, më lejoni t'ju përkujtoj hadithin e Resulullahut sallallahu alaihi wasallam. Tregon Resulullahu për një njeri i cili Allahu e shpëtoi nga zjarmi i xhehenemit dhe e futi në xhennet. Çka ka bo? Prej çfarë vepre, prej çfarë pune, tregohet se ka shku tek bunari me marrë me pi ujë. E ka pa afër bunarit një qen, kofshit të ndërum, që pishkojnë njartë, ligat, po don me pi ujë. Para se me pi mu ngop vet, i ka dhënë qenit bismillah. Kofshit të ndëruar. Fe sheker, e ka falendru Allahun, ka kërkun nga Allahu që këtë vepër të cilin e ka bo, Allah mi ja pranu, fe sheker, e ka falendru Allahun, fe ghufira leh, edhe Allah ja ka falë mëkatet, gjinat dhe ka fut në xhenet. Që çfarë punë, çfarë vepre? Nuk e dim na, ndoshta ku pe di një gotë me prunë në xhami, ose dikuna një miskinit, një fukaras, një jetimit mi afshuj lotin, nuk e dish ndoshta që e vepër, mundët mu bo, sebeb ti me fitu xhenetin Allah subhanahu wa taala. Nuk dim. Dikun një sadaka një euro i ki dhënë. Ta Allahu shumë e madhe është. Qaja që fse ki dhënë, që ato për izat Zotit, për Allahun, e ki filtru me zemrën tonë, Allahu nëse ka me të bo qatë punë, qatë vepër prej kodrave. Me thënjen e Ibnul Qayyimit për përfundoj khutben. Ibnul Qayyimi rahimahullah, të ndëruar vëllezër, njëri prej nxënësve të fortë Ibnu Taymiyes rahimahullah. Dëgjoni mirë çfarë shembull e ka pru sa i përket sinqeritetit. Çfarë shembull e ka pru të ndëruar vëllezër. Unë e lexoj në gjuhën arabe, pastaj e përkthej në gjuhën shqipe. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, thot Ibnul Qayyim rahimahullah, la yajtami'u al-ikhlasu fi al-qalbi ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. Interesant çfarë shembull Ibnul Qayyim rahimullah e ka pru për sinqeritetin. E ka pru për punën që me bo
me qenë e punë e pastër për Allahun Azza wa Jall. Për shembull, me ta afru një gotë qumsht, tomël, no. A ka ma mirë se sa qumshti? Gjitha proteinat i ka, gjitha të mirat i ka. Por nëse është një kime aty, ose një pik e zez aty, a e pinë pash Allahun? Po nuk e pinë, ose ka dikush që e largon, prap, ka dikush që gërditet, në buk me gjithë diçka, e lojmë bukën qomë. Ka sipas disa tabiatave të njerëzve. Te dikush është gjë normale, hekimën vazhdon. Te dikush shkon vydh. Kështu do të më qenë edhe puna për Allahun Azza wa Jall, pastër. Për Zotin pe bëj, për fytyrën e Allahut Azza wa Jall pe bëj. Çfarë ka thot Ibn Qayyim rahimullah? Thot, nuk ka mundësi mu bashku sinqeriteti që është në zemër dhe lavdatat. Apo e bën për Allahun apo dush me të lavdu tashun e ty? Ata marrin një plakate dhe të lavdoj, filon e ka bë këto, e ka bë këto, çka ku me të lavdun e ty? Le Allahu le të lavdon. Ka thonë nuk ka mundësi me qenë sinqeriteti që është në zemër mu bashku me lavdatat. Nuk ka mundësi, ashtu sikur nuk ka mundësi uji mu bashku me zjarmin. A ka mundësi mu bashku me zjarmin? S'ka mundësi. Ashtu sikur nuk ka mundësi mu bashkue zhapini, hardhuca me balenën. A ka mundësi mu bashkua hardhuca sa e vogël është me balenën sa e madhe është? Çështu s'ka mundësi mu bashku sinqeriteti me lavdatat, sikur që nuk ka mundësi mu bashkua zjarmi me kon, me ujin. Apo hardhuca me balenën. E lutim Allahun Azza wa Jall, këtë punë tona, veprat tona, ibadetet tona, sinqeritetin ton, inshallah i gjem nesër pi kodrave ya Rabbel Alamin. Lutim Allahun Azza wa Jall mëkatet gjunat Allah më na i fal. Lutim Allahun subhanahu wa taala Allah më na shtu sinqeritetin në zemrat tona. Lutim Allahun subhanahu wa taala Allah më na ndryshu fytyrat tona nesër ditën e Kiametit. O Allah falna, o Allah përmirësona neve dhe të tjerët, udhëzona neve dhe të tjerët. O Allah shëroi të smorit tan, o Allah mëshiroi të vdekurit tan ya Rabbel Alamin. O Allah jepna bereqet në këtë xhami, jepna të mira në këtë xhami. O Allah sillna rahmetin, butësin, vllaznillokun në këtë xhami. O Allah largoj prej çamjet të këqija përmesit ton. O Allah largoj mendimet e këqija dhe paragjykimet përmesit ton. O Allah falna se nuk ka falës më të mirë se sa ti. O Allah futna në xhenetin ton me rahmetin ton. Mbrona nga zjarmi i xhenemit ya Rabbel Alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة